Kampionët e Shkëndis patën vështirësi për të siguruar 3 pikët në duelin me ekipin e fundit të tabelës FC Shkupin. Në një ndeshje të pezulluar nga java e 12 e ligës së parë, tetovarët si mysafir fituan 1-2 duke bërë një kthes në lojë. Pjesa e parë përfundoi pa gola, ndërsa të 3 golat u shënuan në të dytën. Shkupi kaloi në avantazh në minutën e 57 me golin e Ribeiros. Do të ketë gol 1-0. Shkëndia bëri kthesën në vetëm 8 minuta. Në minutën e 72 Fetaj barazoi në 1-1. 72 Fetaj goli i parë. Ndërsa në minutën e 80 Latifi vendosi fitoren në 1-2. Krosim i Tambës dhe 2-1. 2-1. Me këto pikë të reja, gjithsej 30, Shkëndia mbetet në vend të tretë në tabel, 3 pikë pas liderit Vardari dhe 2 pas vendit të dytë Struga Trimlum. Tamba, krosim i Tambës dhe 2-1.